Në zemrën e thatë të brendësishme, ku era është shoqëri më e mirë se shumica e njerëzve, një fermer 39 vjeçar u ndal mes oborrit të shtëpisë. U ndal vërtet, jo sepse ishte i lodhur, jo sepse dielli e shtypte. U ndal sepse përmes dritares së kuzhinës dëgjoi një zë që e kishte harruar se ekzistonte brenda atij shtëpie. Një e qeshur e vogël, e mbret, e atij lloji që vetëm fëmijët e bëjnë kur diçka u duket qesharake, diçka që të rriturit as që e vërejnë. Dhe së bashku me të qeshurën dëgjoi zëri një gruaje që gumëzhinte ulët, si dikush që nuk do të tërheqë vëmendje, por nuk mund ta mbajë më gjallërinë që po I rrjedh nga të gjitha anët. Arlind, ashtu quhej, mbeti aty me kapel në dorë, dielli I përvëlonte qafën dhe sytë I ishin mbushur me diçka që nuk mund ta emërtonte më. Ishte mall, ishte dhimbje, ishte të dyja bashk, ato që nganjëherë nuk mund t'i ndash. Ajo ferm kishte qenë e heshtur për 3 vjet. 3 vjet pa të qeshur fëmijësh. 3 vjet pa zhurmë tenxhere para orës 6 të mëngjesit. 3 vjet pa lule në dritaren e dhomës së ndenjes, pa erë ushqimi me erza të huaja, pa zë gruaje që priste heshtjen në korridor. Dhe tani gjithçka ishte aty përsëri. Nga njëra anë, Bea e vogël, 8 muajshe, shtrihej në dyshemen e kuzhinës mbi një batanie të palosur, duar trokicte dhe qeshte nga tavani. Nga ana tjetër, Lena, gjunjëzuar në dysheme, në të njëjtin nivel me vogëlushen, duke qeshur me të, sikur nuk kishte asgjë më të rëndësishme në botë se sa ai moment. Arlind ndjeu se fyti I shtrëngohej. Zoti nuk dërgon gjithmonë përgjigje, ndonjëherë dërgon njerëz. Dhe ai njeri qëndronte aty dhe kërkonte notën e tij përfundimtare. Lena kishte ardhur në ferm 6 muaj më parë, e heshtur, me një tufë rrobash dhe një vështrim që mate gjithçka para se t'i besonte diçkaje. Kishte ardhur për të punuar, për të pastruar, për të gatuar, për të kujdesur shtëpinë, por kishte mbetur për një arsye tjetër, për shkak të Beas. Dhe tani ajo qëndronte përsëri aty me tufën e rrobave në dorë dhe tha se do të largohej. Arlind nuk mund të fliste, mund të vetëm të shikonte vajzën e tij, e cila kishte pushuar së luajturi dhe tani shikonte Lenën me sytë e saj të mëdhenj që ishin tamam si sytë e nënës së saj. Dhe atëherë ai bëri diçka që nuk e kishte bërë që nga varrimi I Marianas. Ai u lut, nuk urdhëroi, nuk kërkoi, u lut me zë të dridhur të një njeriu që kishte mësuar në rrugë të vështirë se krenaria kushton shumë shtrenjtë. Vajza ime ka nevojë për ty. Nëse beson se Zoti I vendos njerëzit e duhur në vendin e duhur, edhe kur nuk kuptojmë, atëherë vazhdo të dëgjosh. Kjo histori do ta shtrëngojë zemrën tënde pikërisht në mënyrën e duhur. Arlind ishte 39 vjeç dhe kishte atë lloj fytyre që vuajtja e gdhen ngadalë, jo menjëherë, jo me një goditje të vetme. Ajo vuajtje që gdhen thellë është ajo që vjedh pak nga pak, një humbje këtu, një faj atje, derisa një ditë personi shikon në pasqyrë dhe nuk e njeh më fytyrën e vet. Ferma ishte e madhe, e trashëguar nga jati, e mbajtur me djers, me tokë të plasaritur në duar dhe zgjime para diellit për dekada. Ajo kishte kullota, kishte bagëti, kishte një përrua që këndonte bukur kur binte shi dhe që heshte gjatë periudhës së thatë. Kishte gjithçka që një ferm ka nevojë, vetëm se jo jetë. Mariana kishte qenë jeta e atij vendi. Ajo erdhi si 22 vjeçare, vajzë e një tregtari kuajsh nga fshati fqinj, me një buzëqeshje që dukej se nuk kishte mësuar kur të fshehë asgjë. Ajo u martua me Arlindin një të shtunë në mëngjes në kishëzën e vogël të fshatit, pa luks, pa ftesa të bukura, vetëm me premtimin që të dy besonin se do të ishte për gjithmonë. Dhe për një kohë ishte kështu. Mariana mbolli borzilok në dritaren e kuzhinës, lyesi derën e dhomës së gjumit në një nuancë blu që ajo thoshte se ishte ngjyra e paqes, buri perdet të qëndisura në dhomën e ndenjes dhe shpjegoi se perdet e qëndisura janë mënyra e gruas për të thënë, kjo shtëpi është imja. Arlind buzëqeshi. Arlind e la të bënte çfarë të donte. Arlind ishte I lumtur, edhe pse nuk dinte t'i vinte fjalët. Bea lindi një natë në mars me një shi të hollë dhe një klithmë që e mbushi shtëpinë në një mënyrë që Arlind nuk e kishte përjetuar kur më parë. Ai qëndroi jashtë duke pritur, me kapel në duar, eci përpara e prapa, derisa dëgjoi atë klithmë dhe u ndal në mes të hapit. Dhe qau gjithashtu, I vetëm në oborrin e fermës, nën atë shi të hollë. Qau në atë mënyrë që qan një burr kur kupton se jeta sapo ka ndryshuar për masa. Bea ishte e vogël, kishte sytë e Marianës dhe heshtjen e Arlindit. Ajo u rrit e dashur nga të dy, si qendra e gjithçkaje, si arsyeja pse Arlind ngrihej herët dhe Mariana këndonte duke gatuar. Por Zoti, që jep me njërin dorë, ndonjëherë merr me tjetrën.
Mariana u sëmur kur Bea ishte 8 muajshe. Nuk shkoj shpejt, shkoj ngadalë, që është mënyra më e keqe. Ishte ajo lloj sëmundjeje që ngadalë ja vjedh ngjyrën faqeve, forcën kockave, shkëlqimin syve, pak nga pak, si dikush që shuan një fener duke e shtrënguar flakën. Arlind bëri gjithçka. Shiti kafsh për të paguar mjekun në qytet. Qëndroi zgjuar net me radhë pranë shtratit të saj. Ju lut Zotit në një mënyrë që nuk ishte lutur kur më parë, në gjunjë në dyshemen e dhomës së gjumit, me ballin kundër buzës së shtratit dhe duart që dridheshin. Mariana ndërroi jetë. Ndodhi një të martë në mëngjes aq qetë sa Arlind, që kishte rënë në gjumë në karrigen pranë shtratit, e vuri re vetëm kur u zgjua dhe dhoma dukej ndryshe. Ndryshe në një mënyrë që nuk mund të shpjegohet me fjalë, ndryshe si një vend bëhet kur personi që e bënte të gjallë nuk është më aty. Arlind e varrosi Marianën në pemën e mullirit që ajo vetë e kishte mbjellur vitin e parë të martesës. Ai gërmoi me duart e veta sepse nuk donte që askush tjetër ta prekte atë tokë. Dhe kur hodhi lopatën e fundit me dhe diçka brenda tij shkoi gjithashtu në varr. Por Bea ishte aty. Bea që ishte 8 muajshe dhe kishte nevojë për qumësht, për përqafim, për larje nga dikush. Bea që nuk kuptonte se çfarë kishte ndodhur dhe që qante për arsye që Arlind nuk dinte si t'i zgjidhte. Dhe aty ishte gabimi që Arlind do ta mbante me vete për vite me radhë. Ai nuk dinte si të ishte ai baba që ajo vajzë kishte nevojë. Ai nuk dinte si të jepte një përqafim kur ishte përqafimi ai që mungonte. Ai ishte aq i humbur në dhimbjen e tij sa kujdesej për Bean në autopilot, ndëronte pelena, jepte ushqim, bënte atë që duhej bërë, por pa qenë vërtet i pranishëm me zemër të hapur. Vogëlushja rritej dhe Arlind ishte aty, por në të njëjtën kohë nuk ishte aty. Sidsten, menaxheri i vjetër që kishte punuar në fermë që nga koha e babait të Arlindit, e vuri re. Gratë e lagjes që ndonjëherë shfaqeshin për të ndihmuar e vunë re. Edhe Bea, me 8 muajt e saj, e vuri re në mënyrën e vet, atë mënyrë që foshnjat i vënë re gjërat, ajo bëhej e shqetësuar kur babai afrohej, kërkonte me sytë e saj të vegjël një vëmendje që ai nuk mund ta jepte më. Gabimi i Arlindit nuk ishte nga ligësia, ishte nga një burr që nuk kishte mësuar se dhimbja që nuk përballet rritet brenda, në heshtje, dhe në fund lëndon ata që do më shumë. Ajo ferm kishte nevojë për dikë. Bea kishte nevojë për dikë. Dhe kështu Lena hyri në skenë. Lena u shfaq një të hënë në mëngjes, e ndërmjetësuar nga zonja Elvira, ajo grua që drejtonte pensionatin në fshat dhe që njihte të gjithë në atë trevë. Ajo ishte 30 vjeç, e gjatë mesatarisht, me flokë të errët të mbledhur në një nyjë të thjeshtë dhe një mënyrë lëvizjeje që tregonte, që përpara se të thuhej ndonjë fjalë, se kjo grua kishte marrë mjaft goditje nga jeta për të mos humbur asnjë lëvizje. Ajo erdhi me një tuftë të vogël rrobash dhe 2 sy që matnin gjithçka përpara se t'i besonin diçkaje. Arlind e priti në verandë. Ai kishte kapelen në kokë dhe një shprehje të mbyllur fytyrë të atij që nuk është mësuar të ketë vizitor dhe nuk di çfarë të bëjë me të. Ai tha se kishte nevojë për dikë që mund të kujdesej për shtëpinë dhe vogëlushen. Ai tha se puna ishte e ndershme, se kishte një dhomë në fund të shtëpisë, ushqim dhe një rrogë që e përmendi pa radhë. Ai tha se vogëlushja quhej Bea dhe se ishte 8 muajshe. Lena dëgjoi gjithçka pa i rënë qerpiku, pastaj pyeti nëse mund ta shite dhomën përpara se të vendoste. Arlind qëndroi me nofullën e shtrënguar për një sekondë, sepse nuk ishte mësuar me shërbëtore që kërkonin të shihnin dhomën para se të thoshin po. Por ai tundi kokën dhe e çoi në pjesën e pasme të shtëpisë. Dhoma ishte e thjeshtë, një shtrat druri, një dyshek i ri, një dritare që dilte nga obori, e pastër, por pa asnjë detaj të vetëm që të nënkuptonte se dikush ishte kujdesur ta bënte të bukur. Lena shikoi dhomën, shikoi dritaren, shikoi Arlindin dhe tha se do të qëndronte. Nuk tha faleminderit, nuk tha se ishte e lumtur, tha se do të qëndronte me një ton dikujt që merr një vendim praktik, pa ndjenja të dukshme, si dikush që firmos një kontratë. Ditët e para ishin të vështira, në atë mënyrë që heshtja është e vështirë. Lena bënte punën e saj, pastronte, gatuante, lante, bënte gjithçka që ishte rënë dakord, as më shumë e as më pak. Ajo nuk niste biseda, nuk komentonte fermën, nuk komentonte të zotin e shtëpisë, as vogëlushen, as Bean. Por Lena kishte një lloj tjetër kujdesi. Nuk ishte kujdesi mekanik i dikujt që kryen një detyrë.
Ishte një kujdes që Arlind e vuri re nga ana tjetër e oborrit, kur pa gruan duke u përkulur në nivelin e vogëlushes për të folur me të, sikur lartësia e fëmijës ishte lartësia e duhur për çdo bisedë. Por për pjesën tjetër, Lena mbante distancë. Kur Arlind hynte në kuzhinë, ajo lëvizte në anën tjetër, pa u dukur e qëllimshme, por në një mënyrë që ishte qartësisht e qëllimshme. Kur ai përpiqej të bënte ndonjë vërejtje për ushqimin, ajo përgjigjej me një ose dy fjalë dhe kthehej te ajo që po bënte. Arlind nuk kuptonte. Sidten e kuptoi. Një pasdite, ndërsa po ndërronin gardin të vatha, Sidten tha, pa e parë Arlindin, sikur po komentonte motin, një kafshë që është trajtuar keq nuk i drejtohet të parit që i zgjat dorën, edhe nëse dora është bosh. Arlind nuk u përgjigj, por eci dhe mendoi për këtë për disa ditë. Ishte një pasdite që Bea ndryshoi diçka. Vogëlushja ishte shtrirë në batanie në dyshemen e verandës kur u rrotullua dhe u tremb, goditi kokën lehtë në dru. Nuk ishte asgjë serioze, por ajo qau me atë fuqi që vetëm një fëmijë ka kur nuk mund të kuptoj madhësinë e frikës së tij, një klithmë e lartë dhe e trembur që e bënte gjithë botën të ndalonte. Arlind ishte jashtë në kullot, shumë larg për të dëgjuar. Lena ishte në kuzhinë dhe dëgjoi. Ajo doli jashtë, gjeti vogëlushen duke qarë në shkallën e verandës, u ul në këmbë pranë saj, i fryu gjurit, e fshiu me një leckë të lagur dhe tha në heshtje gjëra që Arlind nuk i dëgjoi, por që e bën Bean të ndalonte së qari në më pak se 2 minuta. Kur Arlind u kthye në shtëpi më vonë, e mori vesh nga Sidten, ju afrua Lenës dhe tha faleminderit. Lena vetëm tundi kokën dhe u kthye te tenxheria, por diçka ishte ndryshe në atë tundje koke, diçka që nuk ishte aty më parë, e vogël si një far, por ishte aty. Koha kaloi me atë ngadalësi që është tipike për brendësinë, e cila nuk është përtatësi, por thellësi. Lena mbeti dhe Bea u rrit ngadalë, ashtu si rriten fëmijët kur ndihen të sigurt, pa e vënë re askush momentin e saktë kur ndodh. Vogëlushja filloi të ndiqte Lenën nëpër shtëpi. Jo në mënyrë të zhurmshme. Ishte ajo ndjekje e heshtur e një foshnje, që zgjat krahët e vegjël drejt personit sikur ai të ishte vendi më i sigurt në të gjithë botën. Lena paloste rrobat. Bea shtrihej në batanie pranë dhe tunte krahët me interes, sikur donte të ndihmonte me duart e saj të vogla që ende nuk i bindeshin. Kur Lena lëvizte nga një dhomë në tjetrën, e merrte vogëlushen në i, sepse Bea tashmë ankonte kur lihej vetëm. Arlind vëzhgonte nga larg. Ai kishte mësuar të vëzhgonte nga larg, sepse kishte zbuluar se kjo e trembte Lenën kur afrohej shumë, dhe të trembte Lenën ishte gjëja e fundit që donte. Kështu që ai mbante distancë, si dikush që respekton një gardh që nuk ka shtylla të ngulura, por që prapse prap ekziston. Sidten ishte i pari që vuri re ndryshimin të i zoti i shtëpisë. Një mëngjes Arlind u shfaqte vatha para kohe me një energji tjetër, kontrolloi bagëtin, ndreqi një dëras që kishte qenë e lirshme për javë dhe madje ndihmoi të ndërronte boshtin e qeres së qeve, diçka që zakonisht ia linte Sidtenin. Menaxheri i vjetër e shikoi nga obori ku Lena varte rrobat në litar me Bean që përpiqej të arrinte telin dhe nuk tha asgjë, por buzëqeshi brenda vetes në një mënyrë që vetëm ai e dinte. Javët kaluan dhe rutina filloi të merrte formë. Arlind filloi të shfaqej në mëngjes pa e ftuar askush. Më parë merrte kafe të ftohtë në kuzhinë pasi Lena tashmë ishte larguar për të pastruar dhoma. Tani shfaqej ndërsa tenxheria ishte ende në sobë. Lena nuk e ftonte, por as nuk zhdukej. Ata rinin aty, ai në njërin anë të tryezës, ajo duke qëndruar pranë sobës në heshtje. Një heshtje që aq ngadalë ndryshoi karakter, që pushoi së qeni heshtja e dytë të huajve dhe u bë diçka tjetër. Më shumë si heshtja midis dy personave që tashmë dinë gjëra për njëri tjetrin dhe që kanë zbuluar se nuk ka nevojë të thuhen me zë për të qenë reale. Një ditë, ndërsa pinin kafe, Bea, të cilën Sidten e mbante në krah jashtë në obor, filloi të tunte krahët dhe të tregonte diçka në tokë me atë entuziazëm që vetëm fëmijët kanë kur zbulojnë botën për herë të parë. Ishte një brumbull i madh që zvarritej ngadalë mbi tokë. Lena bëri një hap prapa automatikisht. Arlind tha që kandrat në tokë i përkasin oborit, se ishte mirë ta linin aty ku ishte. Bea e shikoi babajnë e saj me sytë e saj të rumbullakët që ende po përpiqeshin të kuptonin botën. Dhe Sidten e çoi përsëri në obor me të duke qeshur gjatë rrugës. Lena e shikoi Arlindin. Ishte një vështrim që zgjati 2 sekonda, por ishte një vështrim i ndryshëm nga të gjithë të mëparshmit. Nuk kishte frikë.
Kishte diçka që ajo nuk ishte gati ta emërtonte, por që ishte aty e vakët si prush nën hi. Arlind e hoqi kapelen automatikisht, siç bënte para të gjithë atyre që donte të tregonte respekt, dhe shikoi poshtë në tokë. Lena u kthye nga soba, por cepi i gojës së saj lëvizi. Sitën e pa nga obori dhe eci drejt vathës duke fishkëllyer, sepse disa gjëra festohen në heshtje për të mos i trembur. Ishte një pasdite që Lena tha emrin e parë, jo emrin e saj, por atë të Beas. Ajo ishte ulur në verandë me vogëlushen në prehër dhe po i kreh flokët me atë durim që vetëm dikush që do vërtet dik e ka. Arlind kaloi nëpër korridor kur dëgjoi Lenën duke thënë në heshtje, "Bea, çfarë emri i bukur, tingëllon si një princesh që nuk ka nevojë për asnjë pallall." Dhe Bea, që nuk kuptonte vërtet se çfarë ishte asnjë princesh e asnjë pallall, u përgjigj me një buzëqeshje aq të madhe sa zuri të gjithë fytyrën e saj. Arlind u ndal në korridor pa marrë frym, sepse që kur Mariana ndërroi jetë, askush nuk e kishte thënë emrin e vajzës së tij me atë ëmbëlsi. Shiu erdhi një të enjtë në mbrëmje, ai lloj shiu që brendësia mund ta prodhojë me forcë, me vetëtima, me erë që bën rënkoj drurin e shtëpisë dhe qenin të përkulet në shkallët. Bea kishte rënë në gjumë herët, e lodhur pas një pasdite në diell dhe loj në obor. Arlind ishte ulur në kuzhinë me një filxhan kafe që ishte ftohur në dorë dhe shikonte nga dritarja shiun që rrite çatin prej llamarine me forcën e diçkaje që do të hyjë brenda. Lena u shfaq në derën e kuzhinës me një batanie mbi supe. Nuk tha asgjë. U ul në karrigen tjetër. Edhe ajo shikoi nga dritarja. Ata qëndruan kështu për një kohë që mund të kishte qenë 10 minuta ose një orë. Vetëtimat ndriçonin qiellin jashtë, shiu nuk u ndal dhe heshtja mes tyre kishte atë cilësi të çuditshme që kanë gjërat kur janë gati të lëvizin. Ishte Lena që filloi. Jo sepse Arlind i kishte kërkuar, jo sepse koha ishte e pjekur. Ajo filloi sepse ndonjëherë një shi i rënd të bën të lëshosh peshën që ke mbajtur, sikur zëri jashtë t'i jepte leje asaj që kishte qenë e heshtur brenda më në fund të flas. Ajo tha se kishte punuar në një ferm tjetër më parë. E tha në heshtje, pa e parë Arlindin, sikur po tregonte një histori që i kishte ndodhur dikujt tjetër. Ajo tha se i zoti i shtëpisë ishte një burr me pasuri dhe pak shpirt, që i trajtonte ata që punonin për të sikur të ishin pjesë e mobiljeve. Ajo tha se djali i të zotit të shtëpisë kishte ardhur me fjalë të bukura dhe premtime që ajo që në fillim i kuptoi se ishin të rrezikshme, por se ishte hera e parë në jetë që dikush e bënte të ndihej se ekzistonte. Ajo bëri një pauzë. Arlind nuk tha asgjë, nuk pyeti asgjë, nuk tundi kokën, thjesht u ul aty me duart rreth filxhanit të ftohtë, duke dëgjuar me vëmendje të plotë të atij që kupton se ky moment nuk ka të bëjë me përgjigje, por me prani. Lena vazhdoi. Ajo tha se kur zbuloi se djali nuk ishte ai që pretendonte të ishte, se fjalët e bukura kishin jetë të shkurtër dhe se çmimi që donin të merrnin ishte shumë i lartë, atëherë ajo u largua. Ajo tha se u largua përpara se kostoja të bëhej më e lartë se sa mund të paguante, por se nuk ishte falas të largohej. Ajo tha se largimi e kushtoi punën, e kushtoi referencat, e kushtoi mundësinë për të punuar në ndonjë fermë në atë trevë për një kohë të gjatë, sepse fjala e atyre me para peshon më shumë se e vërteta e atij që nuk ka asgjë. Ajo tha se ishte për disa muaj pa vend fiks, e varur nga mëshira e njerëzve që jo gjithmonë ishte vërtet e mëshirshme. Ajo bëri një pauzë tjetër. Vetëtima ndriçoi kuzhinën për një sekond dhe Arlind pa fytyrën e Lenës në atë moment. Ai pa përpjekjen që ajo bënte për të treguar këtë pa u thyer. Ai pa murin e saj, që ishte i lartë dhe i trash, dhe që ishte ndërtuar me tull me çdo zhgënjim që jeta i kishte dhënë. Lena tha në fund se nuk u besonte fermerëve. Nuk e tha me zemërim, e tha si fakt. Ajo tha se kur erdhi këtu priste më të keqen, se i mbante syt hapur dhe priste që i zoti i shtëpisë të tregonte fytyrën e tij të vërtet, atë fytyrë që ajo besonte se çdo i zot shtëpie e kishte. Dhe ajo tha se ende po priste, por se ishte e lodhur duke pritur. Arlind heshti për një kohë, pastaj e uli ngadalë filxhanin në tryez dhe tha dy fjalë, më vjen keq. Pa rrath, pa fjalime, pa premtime, vetëm këto. Dhe në ato dy fjalë futej gjithçka që mund të kishte thënë por nuk tha, sepse ndonjëherë fjalia më e thjeshtë është ajo që shkon më thellë. Lena i mbylli syt për një sekond, nuk qau. Muri ishte ende aty, por diçka brenda tij, ndonjë pjesë e vogël që ishte e lodhur duke mbajtur gjithçka, la të hynte pak ajër. Shiu u qetësua pak nga pak. Asnjëri prej tyre nuk lëvizi për një kohë.
Dhe heshtja që mbeti mes tyre nuk ishte më si më parë, ishte ndryshe. Ishte heshtja midis dy njerëzve që din gjëra për njëri tjetrin që nuk mund të thuhen më, sepse janë thënë tashmë një herë. Dhe një herë është e mjaftueshme. Ferma ndryshoi pak nga pak, jo me njëherë, jo në një mënyrë që dikush mund të tregonte ditën e saktë kur filloi ndryshimi. Ndodhi si me atë shiun e së enjtes në mbrëmje. Erdhi fshehurazi, lagni tokën pak nga pak, dhe kur personi e vuri re, gjithçka ishte ndryshe dhe nuk mund të imagjinohej më si ishte më parë. Lena vendosi një tenxhere me borzilok në dritaren e kuzhinës. Nuk kërkoi leje, thjesht ishte aty një mëngjes, sikur të kishte qenë gjithmonë. Arlind e pa, nuk tha asgjë, por të nesërmen shkoi te kopshti I barishteve të Sixtenit dhe mori një filiz rozmarine që e vendosi pranë borzilokut pa thënë asnjë fjalë. Lena e shikoi rozmarinën, e shikoi Arlindin dhe kësaj radhe cepi I gojës së saj lëvizi në një mënyrë që nuk mund të quajë gjë tjetër veç se një buzëqeshje. Veranda mori një stol të ri që Sixten e ndërtoi pa I kërkuar askush. Ishte prej druri të mirë, në madhësinë e duhur për dy persona për të ulur me pak hapësirë mes tyre. Lena filloi të ulej aty në muzg me Bean në preher, pasi dielli kishte perënduar dhe era e lehtë vinte nga kodra. Arlind dilte në obor në atë kohë, bënte sikur kontrollonte diçka te porta dhe qëndronte me sër. Pim nga ata për një kohë, thjesht duke dëgjuar zërin e Lenës që I tregonte vajzës historia. Histori të thjeshta për kafshët, për përrojnë, për rejt që kanë emra. Bea dëgjonte me syt hapur, kokën e mbështetur në gjoksin e Lenës, sikur të ishte vendi më I natyrshëm në botë për një foshnjë 8 muajshe të pushonte. Arlind dëgjonte nga larg dhe ndjente diçka që nuk besonte më se mund ta ndjente. Ndjente se shtëpia po zgjohej. Sixten vuri re gjithçka me atë vështrimin e një njeriu që lexon jetën pa pasur nevojë për libër. Një mëngjes erdhi te vatha dhe fishkëlleu, bëri gjithë punën duke gumëzhitur dhe në drek I tha Arlindit duke parë poshtë në pjatë, ky ushqim është shumë I mirë. Një grua që gatuan kështu ndihet mirë aty ku është. Arlind nuk u përgjigj, por hëngri më shumë se zakonisht. Marrëdhënia me Bean ishte ajo që e ndryshoi Lenën më së shumti brenda. Vogëlushja nuk dinte asgjë për asnjë mur, asgjë për mosbesim. Ajo zgjati krahët e saj të vegjël drejt Lenës me atë autoritet që vetëm foshnjat kanë, që ende nuk kanë mësuar se mund të refuzohen. Dhe Lena gjithmonë shkonte aty, e merrte gjithmonë në preher, gjente gjithmonë mënyrën për ta bërë atë fëmijë të qeshtë. Dhe Lena e merrte atë në obor për të parë milingonat që mbanin gjethe, e çonte nën hijen e pemës së mullirit për të numëruar zogjit që zbarkonin. Shkonte atje ku fëmia donte, sepse fëmia nuk donte kur me ligësi, donte thjesht me zemër të hapur të dikujt që ende nuk ka mësuar se zemra mund të lëndohet. Dhe zemra e hapur I bëri diçka Lenës që ajo nuk e vuri re derisa tashmë kishte ndodhur. Filloi t'i hapte edhe zemrën e saj. Ethet që Bea mori filluan një të premte në mbrëmje. Lena u zgjua nga zëri. Ishte një klithme e ndryshme nga ajo e zakonshme, e dobët, pa fuqi, ajo lloj klithme që fëmijët bëjnë kur nuk kanë as energji të mjaftueshme për të bërtitur siç duhet. Ajo hyri në dhomën e vogëlushes dhe kur vuri dorën në ballin e saj ndjei nxehtësinë. Nxehtësi e lartë, shumë e lartë. Ajo thiri Arlindin, trokiti në derën e tij 3 herë me shputën e dorës dhe e tha emrin e tij me zë të lartë dhe të qartë pa e dridhur zërin, sepse nuk ishte koha për t'u dridhur. Arlind hyri në dhomën e vajzës së tij dhe u bë I bardhë në fytyrë. Ai e njihte atë lloj ethe. I kishte parë më parë, kishte mbajtur dorën e Marianës kur ajo kishte ato ethe dhe e kishte humbur atë betejë. Ndjeu se gjunjët I përkuleshin. Ishte Lena që mori komandën. Ajo I tha Arlindit të sillte Sixtenin që të dërgonte lajm për mjekun në fshat. E tha me zë të fortë të dikujt që e di se frika mund të presë, sepse fëmia nuk mund të presë. Ajo tha se do të qëndronte me Bean. Arlind doli jashtë. Lena e mori vogëlushen në krah, e mbështolli me batanie dhe filloi të ecte ngadalë nëpër dhomë, duke e tundur, duke gumëzhitur atë melodi pa fjalë që ajo zakonisht gumëzhinte kur mendonte se askush nuk po dëgjonte. Bea qau për një kohë dhe pastaj u qetësua, jo sepse ndjej më mirë, por sepse preri I Lenës ishte vendi ku ndjej e sigurt. Dhe kur një fëmijë ndihet I sigurt, ai pushon edhe kur ka dhimbje. Sixten hipi në kal për të marrë mjekun në errësirë, në atë rrugë zhavori që natën duket shumë më e gjatë se sa është. Arlind mbeti në korridor. Nuk mund të hynte brenda.
Nuk mund ta shihte vajzën e tij ashtu pa u kthyer gjithçka, pa kujtimin e Marianës në shtrat me atë nxehtësi që hynte në derë së bashku me të. Ishte Lena që hapi derën e dhomës dhe e pa atë duke qëndruar në korridor. Ajo e shikoi, pa frikën, pa gjithë të kaluarën në fytyrën e tij, pa burrin që kishte humbur gruan e tij dhe që ishte i tmerruar se do të humbiste vajzën dhe që nuk kishte fuqi të mjaftueshme për të hyrë në atë dhomë, sepse të hyje në atë dhomë do të thoshte të përballeshe me gjithçka menjëherë. Ajo doli nga dera, eci drejt tij dhe tha vetëm, ajo ka nevojë për ty këtu brenda, jo ty me frikë, por ty që je i pranishëm. Arlind e shikoi Lenën dhe hyri brenda. U ul në buzë të shtratit të vajzës së tij, mori dorën e saj të vogël të nxehtë midis dy duarve të tij të mëdha dhe mbeti ulur. Siten u kthye me mjekun para agimit. Mjeku e ekzaminoi vogëlushen, tha se ishte një infeksion, se ishte serioze, por se mund të trajtohej, se ajo kishte nevojë për pushim dhe për ilaçet që ai la. Arlind mbeti ulur pranë shtratit të Beas gjithë natën. Lena ishte ulur në anën tjetër. Asnjëri prej tyre nuk fjeti. Ata ndëruan radhë duke vendosur kompresa të ftohta në ballin e vogëlushes, nga secila anë, me atë harmoni që njerëzit kanë kur nuk kanë nevojë të flasin për të kuptuar njëri tjetrin. Kur ethet ran, herët në mëngjes dhe Bea më në fund ra në një gjumë të qetë për herë të parë, Arlind mbështeti kokën në buzën e shtratit dhe mbylli sy. Atëherë ai ndjeu dorën e Lenës mbi shpatullën e tij. Lehtë, shkurt, por ishte aty. Ishte një javë më vonë që Lena tha se do ta linte fermën. E tha në mëngjes në kuzhinë, ndërsa kafeja ishte ende e nxehtë. E tha me atë zë të qetë të dikujt që ka marrë një vendim dhe nuk do ta pendoj. Ajo tha se kishte marrë një letër nga një kushëriri në një qytet tjetër, se kishte punë atje, se ishte koha të largohej. Arlind qëndroi i palvizur me filxhanin në dorë. Nuk tha asgjë në atë moment, por eci gjithë ditën me atë fjali që i rrotullohej brenda. Ishte jashtë në kullot gjithë ditën pa i parë kafshët. E kaloi muzgun të vatha pa bërë asgjë të dobishme. Nuk hëngri pothuajse asgjë në darkë. Siten e shikoi gjatë vaktit dhe tha, me vështrimin e fiksuar të pjata, një derë që lë të mbyllet nga krenaria nuk hapet përsëri shumë lehtë. Arlind u ngrit nga tryeza. E gjeti Lenën në verandë. Ajo ishte ulur në stol me Bean që flinte në prerë dhe shikonte nga qielli që ishte plot me yje. Nuk e kishte ende tufën e rrobave, por mënyra se si shikonte horizontin kishte atë cilësi që ka dikush që tashmë është diku tjetër brenda. Arlind u ndal në derën e verandës, e hoqi kapelën, e mbajti me të dyja duart dhe tha, pa fjalime, pa rrath, se e dinte se nuk kishte të drejtë të kërkonte asgjë. Ai tha se e kuptonte nëse ajo kishte nevojë të ikte. Ai tha se Lena kishte ardhur në këtë fermë si e huaj dhe ishte bërë personi më i rëndësishëm në jetën e vajzës së tij dhe se nuk dinte si ta falënderonte për këtë. Ai bëri një pauzë, shikoi Bean që flinte në prerin e Lenës me atë gjumë të rëndë të një fëmije që ndihet i sigurt, dhe tha me zërin që i çahej në mes të fjalisë, vajza ime ka nevojë për ty. U ndal, mori frym thellë dhe tha të vërtetën që e kishte gëlltitur për disa javë. Dhe unë gjithashtu. Lena e shikoi për një kohë të gjatë. E shikoi me ato sy që matnin gjithçka, që kishin mësuar të matnin gjithçka, sepse jeta i kishte mësuar se ishte e nevojshme. Ajo e shikoi burrin që qëndronte aty me kapel në duar, pa krenari, pa mask, thjesht aty duke u lutur. Dhe pastaj e shikoi Bean. Vogëlushja flinte me buzët pak të hapura, me atë buzëqeshje që fëmijët e vegjël kanë kur ëndërrojnë gjëra të bukura, me kokën të mbështetur në gjoksin e Lenës, sikur të ishte vendi i duhur. Lena nuk u përgjigj në atë moment. Ajo shikoi përsëri nga qielli me yje dhe nuk u ngrit për të ikur. Lena mbeti. Nuk tha që mbeti, thjesht mbeti. Dhe ndonjëherë kështu duket një po kur vjen nga dikush që është lënduar shumë herë për të qenë në gjendje ta përdorë atë fjalë në një mënyrë të thjeshtë. Muajt që pasuan përbëheshin nga gjëra të vogla që së bashku u bën shumë të mëdha. Arlind mësoi të ishte i pranishëm, jo perfekt. Ai bënte gabime, mbyllej ndonjëherë, mund të ishte jashtë në kullot për orë të tëra kur në të vërtetë duhej të ishte në verandë, por kthehej gjithmonë. Dhe kjo ishte ndryshe nga gjithçka që kishte bërë gjatë 3 viteve që kishin kaluar. Lena mësoi se jo të gjithë supet që zgjaten kanë një çmim të fshehur. Ajo mësoi ngadalë, në atë mënyrë që mëson ai që është mashtruar më parë, me një mosbesim që zvogëlohet pak nga pak, si një det që tërhiqet ngadalë.
Bea u arrit në mes të gjithë kësaj, pa e ditur se ishte në mes të diçkaje. Për të, jeta kishte qenë gjithmonë kështu. Lena në mëngjes. Baba i pas dite. Sidten që tregonte historitë e vatha. Pema e mullirit në obor që lulëzonte gjatë gjithë vitit si një premtim që mbahej. Për të, kjo ishte thjesht bota. Dhe ndonjëherë bota më e bukur është ajo që fëmia e sheh si krejtësisht të zakonshme, sepse është e ndërtuar mbi dashuri. Një pasdite në tetor, Arlind eci drejt pemës së vjetër të mullirit, ku Mariana ishte varrosur. Ai qëndroi aty për një kohë me kapelen në dorë dhe shikoi tokën dhe lulet e verdha që mbulonin tokën si një qilim drite. Dhe ai foli, jo me zë të lartë, foli nga brenda, në atë mënyrë që flet dikush me atë që nuk është më këtu, por që prapë jeton diku brenda tij. Ai tha që i mungonte çdo ditë. Ai tha që Bea ishte mirë. Ai tha se kishte një grua në fermë që kujdesej për vogëlushen me një dashuri që ai e njihte, një dashuri që vinte nga brenda, që nuk kishte nevojë për lidhje gjaku për të qenë e vërtetë. Ai tha se ishte duke mësuar të mos e harxhonte atë që jeta ende kishte për të dhënë. Dhe ai u lut me duart e mbledhura para gjoksit që Mariana t'i jepte forcën të ishte ai baba që vajza meritonte, ai burr që Lena meritonte, ai person që ai ende mund të ishte nëse pushonte së besuari se nuk vlente asgjë më shumë. Era kaloi midis luleve të pemës së mullirit dhe i bëri të gjitha të lëkundeshin së bashku. Arlind ndjeu përgjigjen. Jo me fjalë, kur me fjalë. Në paqe. Në atë mënyrë që paqja vjen kur më në fund ndalon se i kuri nga jeta e vet. Po atë vit, një të diel në mëngjes, Arlind dhe Lena u martuan në kishëzën e vogël të fshatit. Pa luks, pa ftesa të bukura. Bea kishte një fustan të bardhë dhe mbante një buqet me lule të egra. Sidten qëndroi si marsal me lot në sy. Zonja Elvira nga pensionati ishte ulur në bankën e parë dhe duartrokiti para kohë pa i interesuar. Lena veshi një fustan të thjesht me flokët të lëshuara për herë të parë që kur Arlind e kishte njohur. Arlind veshi këmishën e tij të bardhë dhe jelekun e tij kafe si zakonisht, por për herë të parë në shumë vite nuk kishte kapel në kokë, sepse kapelen e hiqte për të treguar respekt. Dhe atë ditë ai donte që e gjithë bota të shihte fytyrën e tij ashtu siç ishte, pa fshehur asgjë. Prifti i bekoj, kongregacioni duartrokiti, dhe kur Arlind e shikoi Lenën dhe ajo e shikoi atë, aty ishte një bisedë e tërë që nuk kishte nevojë për fjalë. Sidten u përkul te Bea dhe i tha në heshtje me atë buzëqeshjen e dikujt që ka mbjell një far dhe tani e sheh pemën duke u rritur, e sheh vogëlushja ime. Kjo është ajo që ndodh kur Zoti këmbëngul të mos na heqë dorë. Bea nuk e kuptoi vërtet se çfarë tha plaku, por ajo buzëqeshi në një mënyrë që tregoi se kuptonte mjaftueshëm. Ferma që kishte qenë e heshtur për 3 vjet u mbush përsëri me zëra. Zëra të një fëmije që vrapon në obor, të tenxhereve në sobë herët në mëngjes, të zërit të një gruaje që gumzhinte atë melodi pa fjalë që ngrihej dhe binte si një fllad mbi bar. Dhe her pas here, në muzikë, kur dielli i ngjyroste gjërat në portokalli dhe yjet fillonin të shfaqeshin një nga një në qiellin mbi brendësi, Arlind dhe Lena uleshin në stolin e verandës. Bea në prerin e njërit, pastaj në prerin e tjetrit, dhe ajo bënte ato zëra që vetëm fëmijët bëjnë që janë gjysma e qeshur dhe gjysma bisedë, sikur ajo kishte aq shumë për të thënë dhe bota ende nuk dinte si të dëgjonte. Dhe ata uleshin aty, të dy, në heshtje. Jo heshtja e mëparshme, jo heshtja midis 2 të huajve që ndajnë një çati, por heshtja midis 2 njerëzve që kanë kaluar në përzjarr dhe kanë zgjedhur të qëndrojnë bashkë gjithsesi. Dhe ndonjëherë ajo heshtje vlen më shumë se të gjitha fjalët që janë thënë ndonjëherë, sepse në fund të fundit nuk është historia perfekte ajo që na shpëton, është historia e vërtetë, me të gjitha gabimet, me të gjitha plagët, me dyert e mbyllura që një ditë fiton guximin t'i hapësh dhe me personin e duhur pranë teje kur më në fund i hap. Zoti nuk dërgon përgjigje, ai dërgon njerëz. Dhe ndonjëherë i dërgon në atë moment kur ti tashmë e ke humbur shpresën. Nëse kjo histori e preku zemrën tënde, lër një pëlqim dhe shpërndaje me dikë që ka nevojë të dëgjojë se është e mundur të fillosh përsëri. A beson se Zoti i vendos njerëzit e duhur në rrugën tënde në kohën e duhur? Më trego në komente dhe shihemi në historinë tjetër.